Unë nuk ja bugjetin e shtetit dhe parate taksave për ata kryetar të cilët nuk din të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Të dashur qytetar, të nderuar koleg nga qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, mirë se e gjejmë njëri tjetrin këtu pranë bibliotekës kombëtare, ne që guxojmë të vendosim vetë sepse lëvizim me ide dhe dije dhe studime. Përshëndetje për qytetarët e krejt Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Vitis, Kaçanikut, Vushtrisë, Fushkosovës, Obiliqit e të Rahovecit. Këto zgjedhje janë për ju sepse ju e keni në dorë që ta volosni ndryshimin. Të votoni për atë parti e cila në nivelin qendror i ka rritur ndjeshëm rrogat e pensionit, bursat për student e shtesat për fëmijë. Ndërkaq nivelin lokal, kudo ku kemi qeverisur, kemi investuar shumë më tepër se sa paraardhësit tonë, nga të cilat fatkeqësisht trashëguam veç se borxhe. Përshëndetje për aktivistët dhe anëtarët dhe votuesit e vetëvendosjes që me punën e kontributin e tyre sollën rezultatin më të mirë që kemi marrë ndonjëherë në zgjedhje lokale si subjekt politik. E pra, prej raundit të parë fituam 3 komuna, e kaluam në balotazh në 12 komuna të tjera, më shumë se sa çdo parti tjetër. Rritja jonë në zgjedhje lokale, në zgjedhjet lokale ka qenë më e ngadalt, por edhe më e sigurt. Kryetarët tonë lokal në mandatin e shkuar, duke filluar nga Alban Hyseni, Shpejtim Bulliqi, Erden Atiqi, Lulzim Hetemi, Qemal Aliu e Kadri Rahimaj, kanë qenë model i punës me përkushtim dhe ende janë duke vazhduar të punojnë për projektet e tyre pa ndërprerje përgjatë edhe fushatës. 3 prej tyre fituan pa balotazh. E Alban Hysenin Gjilan për vetëm 71 vota mund ta kishte kryer në raundin e parë, por me siguri që do ta kryej në dytin. Ky rezultat fantastik tregon vlerësimin për investimet e duhura dhe punët konkrete. Në shtime Podujev, Kamenic e Gjilan, kandidatët tonë nuk janë votuar vetëm nga votuesit e vetëvendosjes, por edhe nga votuesit e partive të tjera. Me këtë rast i drejtohem pikërisht votuesve të partive të tjera. Të dashur qytetar, mos shkoni pas kalkulimeve që bëjnë kryetarët, por shikoni interesin tuaj si qytetar, të familjes suaj, të lagjës apo të fshatit tuaj, dhe votoni kryetarin që sjell investime për ju dhe pranë jush. E ata kryetar janë Hajrullah Qekun, Prishtinë, Faton Pecin, Mitrovic, Artan Abrashin, Prizren, Ardian Golan, Gjakov, Taulan Kelmendi në Pej, Arsim Ademi në Viti, Jetën Raka në Kaçanik, Syleman Meholli në Vushtri, Valon Prebreza në Fushkosov, Halil Thaçi në Obiliq, Ali Dula në Rahovec e Alban Hyseni në Gjilan. Populli ynë ka shumë fjalë e shprehje të urta, por njëra prej tyre thot mos e shiko gunën, por shikoje punën. Kështu të dashur qytetar, votues të partive tjera, mos shikoni partin kësaj radhe, po shikoni punën që është bërë dhe do të bëhet.
Në komuna si Shtimja e si Kamenica, për 4 vite kemi quar investime dhe bugjet, aq sa tjerët as për 20 vjet nuk i kanë quar. E pra, pse të mos jenë edhe Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gjakova, Peja, Vitia, Kaçaniku, Fush Kosova, Vushtria, Obiliqi, Rahoveci, njësoj si Podujeva e Gjilani. Pse të mos vinë edhe të komunat tuaja investime 10 milionëshe. Mendoni mirë të dashur qytetar dhe zgjidhni kryetarin e duhur e që ju duhet. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, ne duam që Kosova të vazhdoj të jetë e banuar në të gjitha anët e saj CEPMC. Nuk e duam braktisjen e fshatrave dhe as qytetëve. Këtë gjë në Evropë kanë arritur ta bëjnë vendet skandinave dhe Gjermania, si askush tjetër. Ato vende i marrim si model për zhvillimin lokal dhe politikat lokale të cilat duam t'i zbatojmë. E vetmja mënyrë që kjo të ndodhë është investim i madh dhe i mençur për pushtetin lokal. Populli i Kosovës ka një pjekuri të rrallë, një patriotizëm shembullor dhe një rini moderne. Keni për ta parë se ky popull do t'i befasoj në balotazh dhe do të votoj kundër bllokimeve e bloqeve të prapaskenës, sepse ne duam hapjen dhe modernizimin, zhvillimin dhe punën. Bloqet bllokuese do të bllokohen e komunat anë mban do të zhvillohen. Të dashur pjesëmarrës, ne kemi premtuar dhe do ta mbajmë fjalën. 1 miliard euro investime në për komuna dhe për komunat. Por ju e dini, unë nuk jap buxhetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetar të cilët nuk dinë të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Mos i votoni ata Mos i votoni ata që nuk din e nuk duan punën, e as ata që din e duan vjedhin. Me ata nuk ka investime e as zhvillim, siç nuk ka pasur për 20 vite pas luftës. E tash, më konkretisht të nderuar qytetar, ju ftoj që të gjithë ju që jeni votues në Prishtinë, ta votoni Hajrullah Qekun, ministrin më të suksesshëm në realizimin e investimeve, i cili po vjen me një mision të veçantë në kryeqytet. Unë sonte nuk do të flas për programin e tij të shkëlqyer, sepse ai do ta shpjegoj vetë në takimet me ju, por po flas për zotimet e mia si kryeministër dhe bashkëpartiak i Hajrullah Qekut. Me hajron kryetar, në kohë rekorde, do të japim mbështetjen për unazën e jashtme të qytetit dhe puna do të filloj brenda pak muajsh, sepse nuk e durojmë dot më bllokimin. Me hajron kryetar e me vetëvendosjen qeverisje lokale, para vitit 2030, Prishtina do të jetë kryeqytet model për rajonin i pajisur me stadiume, palestra, salla sporti, pishina dhe objekte të tjera sportive e kulturore, gati për të pritur një event gjigant siç janë lojrat mesdhetare. Me hajron për një Prishtinë së cilës ja kthejmë krenarin, barazin, funksionimin, zhvillimin. Andaj e ftoj këtu pranë meje e para jush kryetarin e ardhshëm të kryeqytetit Hajrullah Qekun. Faleminderit. Ju falenderoj gjithëve për
këtë mbështetje të madhe që në fakt po e shohim që disa muaj cep komunës Prishtinës, edhe në qytet, edhe në fshat. Mirë se erdhët gjithë në Prishtinë, suksese gjithë kandidatëve, kolegëve të mi të vetëvendosjes. Ne në Prishtinë kemi ndërtuar një front të gjerë qytetar kundër qeverisjes së keqe të 4 viteve të fundit, dhe ky bashkim i qytetarëve, i banorëve të Prishtinës, është shumë më i fuqishëm se bashkimi i këtyre tjerëve, që në fakt po bëhen bashkë vetëm për interesa, vetëm për pushtet, e ne po bëhemi bashkë për qeverisje të mirë, për një Prishtinë të ndryshimeve të mëdha bashkë me kryeministrin Kurti. Ne po bëhemi bashkë për shkolla më të mira për kryeqytetin, ku do të krijohen kushtet për një mësim gjithditor serioz. Për më shumë çerdhe publike dhe me bazën komunitet, me kosto të përballueshme, që prindrit e posaçërisht gratë të kenë mundësi të aktivizohen tregun e punës. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të sportit, sepse i presim lojrat mesjetare, por pastaj vazhdojmë me vizionin për Prishtinën si qendër e rëndësishme e ngjarjeve sportive ndërkombëtare. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë të mirëqenies për secilën familje, për përkujdesje për të gjithë ata që kanë nevojë, e sidomos ata që janë të marginalizuar. Ne po bëhemi bashkë për një Prishtinë ku buxheti nuk i shërben grupeve të caktuara, buxheti nuk është instrument as për shlyerje të borxheve, as për të privilegjuar dikë, por për të adresuar nevojat, hallet, kërkesat e qytetarëve, e ky buxhet po bëhet bashkë me qytetarët, ndërsa investimet do të bëhen duke respektuar parimin e barazisë. Investojmë aty ku ka nevojë, investojmë në çdo lagje pa diskriminim, në çdo fshat, e trajtojmë secilin banor në mënyrë të barabartë, sepse duam një qytet që i zgjidh problemet e veta urbanistike me qasje të kujdesshme, planifikim dhe realizim. Duam fëmijë që luajnë në për rrugë të rrugisat, në për sheshet e parshit e qytetit, në siguri të plot dhe në mënyrë dinjitetshme, e jo në hijen e ndërtimeve pa leje. E duam një Prishtinë që zhvillohet dhe kujdeset për secilin banor, e duam Prishtinën e vitit 2035, që do të jetë edhe funksionale, edhe zhvilluar dhe do të garantoj barazi, dhe për këtë e kërkojmë mbështetjen e gjithë juve. 9 nëntori është data, ndryshimi në Prishtinë po vjen. Faleminderit shumë gjithë. Faleminderit kryeministër. Nga Prishtina e madhe shkojmë te Mitrovica, komuna me një rëndësi vitale për Republikën e Kosovës, ku ne kemi një plan të gjerë zhvillimor. Me kryetarin e ri Faton Pecin, i cili ka qenë një ministër i shkëlqyer dhe deputet shumë i votuar, jam dakorduar që me prioritet e pavonuar të ndërtojmë në Mitrovic impjantin për trajtimin e ujrave të zeza, kapacitetet për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave, si dhe rregullimin e pastrimin e shtratit të lumejve Sitnic e Ibër. Mitrovicën e duam dhe do ta bëjmë të pastër si loti, të përshtatshme edhe për turizëm e për sporte të natyrës. Veç kësaj, dashur Mitrovicës, prioritet i imi, bashkë me kryetarin Faton Peci, është edhe ndërtimi i spitalit të ri të qytetit Mitrovic, një qendër shëndetësore multifunksionale e moderne, e cila do të shërbej pacientëve Mitrovicas dhe komunave përreth. E diun fort mirë se ka investime e interesime për bllokim e prapambetje të Mitrovicës, por Mitrovicën do ta pastrojmë e do ta zhvillojmë me mjedis, shëndetësi, arsim, punësim, kulturë e mirëqenie. Mitrovica nuk është cep i Kosovës, Mitrovica është zemra e Kosovës, andaj ju ftoj ta votoni njeriu e dëshmuar për punë e për suksese.
birin e komunës suaj, e vllajën tuaj, Faton Pecin, të cilin e ftoj që ta merr fjalën. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma të gjithëve, e mirë se gjejmë njërin tjetrin në Prishtinë, i nderuar kryeministër, koleg nga qeveria e vendit, aktivist dhe gjithë ju të pranishëm. Mitrovica është sinonim i qëndresës. Mitrovica është sinonim i qëndresës dhe rezistencës. Edhe në këtë proces zgjedhor, Mitrovica është qytet dhe vatër e qëndresës dhe edhe këtë proces zgjedhor ka tregu se nuk thyhet. Nuk thyhet nga propaganda, nuk thyhet nga veprimet e përbashkëta kriminale që struktura dhe qashet caktuara e adresojmë. Ne ju përshëndesëm këtu në Prishtinë në emër të qytetarëve të Mitrovicës, që për më shumë se 20 vite ka qenë simbol i ndarjes, simbol i problemeve dhe i mos zhvillimit. Ne sot vim nga Mitrovica këtu në Prishtinë për të thonë se Mitrovica është më shumë se asnjëherë më parë e zhvilluar dhe bashkuar fal qeverisjes drejtuar nga kryeministri Albin Kurti. Fuqata zgjedhore në Mitrovicë ishte më e ashpra se sa në secilën komunë të Republikës Kosovës. Kjo për faktin për shkak se këtu përballen dy koncepte të cilat luftojnë për pjesën e trashëgimisë politike. Koncepti politik në të cilën disa kanë krijuar bloqe edhe nivel nacional e lokal, e që kam për synim që të rikthehen tek pjesa e ndarjes së Mitrovicës në lumin Ibër. Dhe koncepti ynë, i cili e ka bë bashk Mitrovicën, e ka bë bashk gjithë Kosovën dhe e ka zhvillu Mitrovicën, dhe lumi Ibër nuk është më lumi i cili e ndan Mitrovicën dhe Kosovën. Fal mbështetjes së qeverisë është kthyer vëmendja në Mitrovicë dhe në gjithë veriun e Kosovës. Kjo vëmendje dhe ky angazhim dhe rezultatet e jashtëzakonshme që kemi arritur si qeveri, ne synojmë që në fazën e ardhshme që të bashkangjesim edhe me një qeverisje të mirë në nivelin komunal, një qeverisje e cila nuk bën ankesa, po bën kërkesa tek kryeministri Kurti dhe gjithë ju ministrat të dashur. E rrjedhimisht ne jemi të angazhuar dhe të përkushtuar për të instaluar një qeverisje në funksion të qytetarit të Republikës në komunën e Mitrovicës edhe nga në rrafshin lokal. Funksion kësaj ne do të ndërtojmë një numër të konsiderueshëm të qerdhëve, për shkak se fatkeqësia është që Mitrovica është komuna që për 5 vite ka ndërtuar vetëm një qerdhje si rezultat i mungesës së qasjes proaktive, vizionit dhe dashnisë për qytetin edhe vendin. Ne do të ofrojmë shërbime shëndetësore, cilësore, duke filluar nga mbështetja qeveritare për ndërtimin e spitalit, sikur se do të ngrisim kapacitetet edhe në aspektin e shërbimeve shëndetësore në sistemin primar shëndetësor. Punësimi është një problem më i madh në Mitrovicë, të cilën do të adresojmë posaçërisht për gjeneratat e reja, duke nda fond fillimisht nga komuna, në të cilën do të negociojmë bashkë me programet qeveritare dhe fondet ndërkombëtare. Në aspektin ambiental, qyteti i Mitrovicës fatkeqësisht është qyteti me problemet më të mëdha për shkak edhe të trashëgimisë dhe mbetjeve industriale, po dhe faktorëve të tjerë, e ne kemi zotimin e qeverisë, kryeministit Albin Kurti, që do të adresojmë edhe çështën e impjantit të trajtimit të ujrave të zeza, po edhe njëkohësisht ne do të angazhohemi edhe për gjelbrim, edhe për pastërti, edhe për investim. Zona e Shalës, që ka bukuri të jashtëzakonshme, do të jetë në fokus të investimeve, të agroturizmit dhe ekoturizmit, dhe në funksion kësaj, gjithë kjo do të ketë ndërlidhje edhe me aspektet arkeologjike dhe të trashëgimisë të jashtëzakonshme që kjo zonë ka. Sikur se në nivel të qeverisë që kanë qenë jashtëzakonisht i përkushtuar për t'i bërë shërbim fermerit, me të njëjtin përkushtim dhe angazhim do të jem në shërbim të Mitrovicës, për shkak se ja kam borxh
edhe për shkak se du me I bë shërbim me nder, me përkushtim edhe me angazhim. Bashk do ja dalim, të tjerët kanë kriju bloqe, ne jemi bashk për Mitrovicën, e kemi bashku Mitrovicën dhe do ta zhvillojmë Mitrovicën. Ju falenderoj shumë. Pas këtij tubimi, sonte unë do të nisem me njëherë për Mitrovicë, se kena me Fatonin takim me Renin atje. Por tash dhe këtu nga Mitrovica shkojmë drejtën Prizren, atje kemi kandidatin e shkëlqyer, bashkëpërvimtarin tonë vetëvendosje, deputetin që I ka hije dhe pesh fjala Artan Abrashin. Për kryeqytetin ton historik e kulturor na duhet një mobilizim I veçantë. Do të jetë një 4 vjeçar transformues, me vetëvendosjen në qeveri e me Artan Abrashin kryet komunës Prizrenit. Projektet janë shumëta. Artani ka përgatitur një plan program vizionare shumë detajuar që ju ftoj ta lexoni se është shumë interesant. Një projekt që ne do ta mbështesim e që jep frymarrje qytetit,